Rreth 250 bletëritës morën pjesë në edicionin e 8 të panairit të mjaltit në Librazh, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë për këtë zonë. Bletëria në Librazh njihet si një trashëgimi e hershme, ndërsa mjalti i prodhuar këtu cilësohet ndër më të preferuarit, jo vetëm në tregun vendas, por edhe në atë ndërkombëtar. Organizatorët theksojnë se panairi ka për qëllim promovimin e produkteve bio dhe mbështetjen e fermerëve vendas, duke synuar që aktiviteti të mbetet një traditë dhe të konsolidojë Librazhin si një qendër të rëndësishme të bletërisë në vend. Festohet nga Bashkia e Librazh dhe ka 9 vite që ne kemi kthyer si traditë dhe çdo vit do të festohet festa e mjaltit. Ne jam për herë të parë në Librazh për të qenë prezent në gjithë panair të bukur ku promovohet mjalti i traditës. Duaj që nga këtu të përcjell mesazh të gjithë bletëritësit që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të jetë mbështetëse akoma me skemën kombëtare, të cilët jemi duke e rishikuar për ta parë që bletëritësit të kenë rol më të madh ndaj skemës, por edhe përfitimet të cilët do të jenë në vazhdimsi, për të pasur një prodhim sa më cilësor, por edhe për ta çuar atë ndaj tregjeve ndërkombëtare. Nuk është rasti që sot në ditën e turizmit bashkë me Ministrin e Bujqësisë, deputetin Komici dhe kryetarin e bashkisë, jemi sot në një panair të shumëllojshmërisë. Aktualisht në të gjithë territorin e bashkisë numërohen rreth 6500 koshere bletësh, duke renditur Librazhin ndër prodhuesit më të mëdhenj të mjaltit në vend.